Selamu alaikum, rahmetullahi barakatuh. Si jeni, a jeni mirë? Zoti ju mëshiroft, Zoti ju begatoft, paqja, mirësitë dhe bekimet e Allahut qofshin mbi ju. Normalisht jemi sot në këtë ditë të mrekullueshme, për ditëve të Zotit, në këtë ditë bukur për ditëve të Ramazanit, dhe ne sot, elhamdulillah, shënojmë pra ditën e 24 të Ramazanit. Pra sot futemi në ditën e 24 të Ramazanit. Lu Zotin e Madh që ne pranojë duat, lutjet, agjërimin, veprat e mira dhe qofshim prej të pranuarve tek Zoti i gjithësisë. Sot faktikisht nuk është se kemi kohë shumë, se kështu qelloj që erdhëm pak më vonesë. Kështu që inshallah kapim sa të kapim për komenteve dhe pyetjeve. Wa alaikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Selam e thot nga Shkupi. Wa alaikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pra, ne sot jemi në 24 Ramazan, që sonte në darkë i bjerë tjetë data 25 Ramazan. Sepse nata është para ditës. Selam nga Italia, wa alaikum selam wa rahmatullah. Selam nga Zvicra, wa alaikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin, gjithë dhe bashkë, Zoti ju nderoft. A mund ta falim namazin në natës pas orës 00:00? Po. Selam nga Puka, wa alaikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ju rujt, Zoti ju nderoft. Selam thot, wa alaikum selam nga Toskana, wa alaikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ju rujt. Inshallah ka qëllu kjo natë kadri. Amin. Aleo sadakan e fitrit të jap fëmijëve të mi dhe kunatit. Fëmijëve të tu nuk lejohet, kunatit lejohet. Selam aleikum, thot nga Kremsi i Austrisë. Aleikum selam wa qofse nuk ke për momentin për vitra, a mund disa ditë më vonë të jap? Nëse nuk ke ditën e Bajramit, se ke për obligim më mrapa. Nga Greqia, aleikum selam, nga Berlini, aleikum selam. Nga Franca, aleikum selam, nga Konispoli, aleikum selam, wa rahmatullah. Nga Macedonia e Veriut, wa alaikum selam wa rahmatullah. Freski Rinore, wa alaikum selam wa rahmatullah. Nga Kërçova, wa alaikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin. Nga Durrësi, wa alaikum selam wa rahmatullah. Nga Munchen, wa alaikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Selam aleikum, thot nga Stuttgarti. A mundeni me më tregu për namazin e natës, se kur është më mirë me fal, në xhami apo në shtëpi? Nëse pyetësi është burr, në xhami. Nëse është grua, në shtëpi. Nga Suedia, aleikum selam wa rahmatullah. Një pyetje që kam kohë, s'mu keni përgjigj. Wallahi se di çfarë pyetje ke bërë ti, çfarë bën shkreti. Shoku tim i ka vdek baba para 3 muajsh dhe ka pa në ëndër, jo mirë. Faktikisht ai ka pas kredit në bank dhe pastaj ky e ka paguar. Hajr, inshallah, alhamdulillah, Zoti është përbleft. Selam nga fshati Borina. E Prilepit, aleikum selam, rahmatullah. A lejo se dhe kanë të japim vllaj? Po, lejohet, dhe shpërblimi është 2 fish. Te familja e motrës ime është nusja krishterë dhe doja të thoja lejohet të paguhet se të ka fitrit e pra atë, jo. Se dhe ka e fitrit vetëm për muslimanët. Paguhet. Kur bëhet për llogaritja e zakatit të arit, a duhet të shikohet çmimi i arit? Shikohet çmimi i arit atje ku jeton, se këto ta shoh çmimin në Gjermani apo në Kosovë. Aty ku jeton.
Nuk e fala dot namaz natës sonte, vetëm teravi. Elhamdulillah, Allah të shpërbleft. Inshallah, nesër mama I bë të dyja. Kur jenë sejdë duhet bësh lutje të ndryshme apo të njëjta. S'ka si problem, si doj zemra jote. Nga Peja, aleikum selam wa rahmatullah. Mulhausi, aleikum selam wa rahmatullah wa barakatuh. A lejohet me dhënë dhëndrit zakatin? Po. Nëse është meritor, po. Jetojnë në Kanada, bën me çu fitrat në Kosovë? Po, bën. Sa janë fitrat për këtë vit? Këtu në Shqipëri janë 400 lekë të reja, ose 4.000 vjetra, ose 4 euro. Sadakat është mirë tjetër në para natës kadrit, apo para se të falet bajrami? Para se të falet bajrami. Por nëse I jepet 1 ditë, 2 ditë për para, nuk ka problem. Namazi I vitrit a falet në kohën kur hyn imsaku? Jo. Nga postriba, aleikum selam wa rahmatullah. Selam nga Prishtina, aleikum selam wa rahmatullah. Selam thot nga Araqina, aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Selam nga Peja, aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Selam nga Kieli I Gjermanisë, aleikum selam wa rahmatullahi nga Ferizaj. Nga Franca, Allah thot na pranoft. Amin. Selam aleikum nga Withen Turi, aleikum selam wa rahmatullah. Selam nga Sarono. Selam nga Tirana, aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nga Ferizaj, selam nga Ferizaj, aleikum selam wa rahmatullah. Mbas faljes akshamit, a quhet me marr abdes me shku mes këmbëve me fal Yasin? Po, lejohet, nëse është brenda kohës, një ditë natë, po. Kur mund ta falim namazin sabahut? Kjo pyetje është bërë 1.007.000 herë. 20 minuta mbas imsakut. 20 e lartë. Selam nga Toskana, amin, Allah shpëleft. Selam nga Charleston, South Carolina, aleikum selam wa rahmatullah. Pse dëgjojmë disa që thonë namazin mas natë, 12 mas mesit natës nuk është mirë me fal në xhami? Menje kjo punë. Dhuratat e ndryshme që marrin mjekët për punën e tyre, nëse je I sinqert nuk kërkon të tilla gjëra, po prap insistojnë dhe t'i japin. Hajër inshallah. Ne duhet na dalin nomi që nuk morim kështu për shvete. Duhet na dalin nami, pra duhet ta dinë gjithë 1, 2, 3, 4, 5 besimtarë me vezvakëve dhe s'marrin. Selam nga Prespa dhe nga Shkupi, aleikum selam wa rahmatullah. Nëse pin medikamente 2 minuta pas lënies së fyrit, a ngjehet dita e agjërimit? Ti mbaje, nuk ka problem inshallah, mbaje. Okay. S'po dihet a është kush më Preza Gjermania? A Preza, kush është nga Preza? Mari. A mundet me pagu zeqatin në bas Ramazanit, për shembull ngusht? Zeqati paguhet kur obligohet, nuk ka lidhje me data fikse. Zeqati jepet kur obligohet. Selam nga Lazarati, aleikum selam wa rahmatullah. Kam një familjar tim, thot ka dhimbje të mëdha me lëçinje, thot ka shkuar nëpër mjek, po nuk po I bën gjë. Dhe I kanë rekomanduar thot një ilaç që përmban
Një ilaç që është për pankrasit derrit. Nëse s'ka zgjidhje tjetër, lejohet. Jeta është më e rëndësishme. Selam thot nga Soligeni, Gjermanisë. Atëherë thot i bie ta gjojmë 20 minuta mbas kalendarit. Jo. Do të mbyll me kalendar. Është një person këtu që, domethënë, më shumë se 1000 herë po sjell mesazh që ai se nat teka po çifte. Hajde inshallah. Selam nga Heidelberg. Aleikum selam. Kam qenë në Heidelberg. Aleikum selam. Kur ju boni dua ke xhamia, mund themi edhe ne amin që po ndjekim live? Po. Qofse bëjmë hatme në gjuhën shqipe, njihet si hatme? Jo. Selam thot nga Mekka, aleikum selam wa rahmatullah. Selam thot nga xhamia Oaza, mashallah, selam shumë habibit ton Hoxhës Xhelaluddin. A ka shpërblim kur bëjmë dhikr 300 herë? Po. Po e shtove, shpërblimi është edhe më i madh. Sa minuta duhet presim për të falë sabahun nga Sefyri? Pyetje e bërë 1.010.000 herë. Ka një menim që thot mund ta falësh direkt mas imsakut. Dhe ne kemi thonë për tu qetësu nga të gjitha dyshimet me prit 20 minuta. A e keni falë sabah thot në Tiranë? Ja, akoma nuk e kemi falë. Dhuratët e pacientëve ne kemi thonë që nuk bën. Stuttgarti, mësera. Shkoj 25, okej. Qofse njerëzit na pyesin, ata që nuk janë shumë të kapur me fe, kur është nata e Kadrit, jepi datë në kalendarin me 16. Amin. Berlini, aleikum selam. Firenze, Mekka, Bremen, Kroacia, Ishulli Kërk. Allah i rujt. Mirë, vëllezër, atë po mjaftojmë sepse sekretari këtu po më thotë që duhet televizin për të kap sabahun. Selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh.